50 të dëbuarve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës së shpejti do t'i bëjë kona Kosova. Strehimin e imigranteve që kanë qëndruar ilegalisht në Amerikë e konfirmoi vetë qeveria në detyrë të mërkurën. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bëri të ditur që këta persona do të qëndrojnë brenda një periudhe 1 vjeçare me qëllim të lehtësimit e kthimit të tyre të sigurt në vendin e prejardhjes. Por kryeministri Kurti të njëjtën nuk dha detaje se kur do të vendosen të dëbuarit e Amerikës në Kosovë. Janë ekipet e juristëve tonë të cilët bisedojnë tash me palën amerikane për detajet. A ka marrëveshje? Vetëm pak. Këtë përgjigje do ta gjeni në aspektin teknik të saj në Ministrinë e Punëve. E minjohës ndaj Kosovës është shprehur Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne jemi mirënjohës ndaj partnerës sonë Kosovës për pritjen e shtetasve të vendeve të treta të larguar nga SBA-ja dhe për lehtësimin e kthimit të sigurt të këtyre të huajve në vendet e tyre të origjinës. Por sa i plotson Kosova kushtet për strehimin e 50 imigrantëve të tjerë? Parafërsisht kemi 1.6 milion banor. Në aspektin ekonomik nuk është se mund të pranoj azilant të shumë, mirë po këta të cilët vinë, këta migrant, këta vinë janë në kurrez të Shtetit Kosovës, sepse për ta përkujdesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk është një kosto që do t'i kushtoj Kosovës. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se përzgjedhja e personave do të bëhet nga një listë e propozuar, për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik. Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, këta persona do të veprojnë në përputhje me legjislacionin e fuqi dhe do të gëzojnë të drejtat e përcaktuara, por sipas legjislacionit tonë e fuqi. Me parë, Kosova kishte strehuar rreth 1900 shtetas afgan, që ishin evakuar nga Afganistani pas rikthimit të talibanëve në pushtet në vitin 2021.